Sektori peshkimit do të mbështetet me një fond prej 580 milion lekësh në vitin 2026, duke shënuar një rritje prej 10.1% krahasuar me vitin e kaluar. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andis Salla bëri të ditur se ky investim synon të përmirësojë infrastrukturën dhe kapacitetet e sektorit, me qëllim përputhjen e tij me standardet e Bashkimit Evropian dhe rritjen e prodhimit dhe të eksporteve. Ministri shpreh se transformimi i sektorit do të realizohet përmes krijimit të tregjeve funksionale, modernizimit të qendrave të rasatit, rritjes së kapaciteteve në zonën e Butrintin, përmirësimin e infrastrukturës portuale dhe rinovimin e flotës dhe akuakulturës. Po ashtu në fokus është edhe rritja e kapaciteteve njerëzore për të siguruar përafrimin e legjislacionit dhe përmbushjen e kërkesave të kapitullit 13, peshkimi dhe akukultura, të cilat janë të rëndësishme në bisedimet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ministri gjithashtu informoi se investimet e huaja në sektorin e peshkimit janë rritur me 20%, duke arritur në 253 milion lek nga 211 milion lek në vitin e kaluar, në përpjekje për të mbështetur zhvillimin e mëtejshëm të sektorit. Sipas ministrit, fondi i pagave është rritur me 7%, duke arritur në 174 milion lek nga 162 milion lek në vitin 2025.